Vrasja e Ilarias Ulës nga i dashurisë saj Mark Anthony Sampson tronditi të gjithë Italinë. Autori me prejardhje nga Filipinet i mori jetën 22 vjeçares shqiptare në debate sipër, duke e goditur me thik, teksa bashkëpunëtore ishte edhe nëna e 23 vjeçarit, e cila dëshmoi se ndihmoi në pastrimin e njollave të gjakut nga shtëpia dhe në fshehjen e trupit. Së fundmi, Il Messaggero ka zbërthyer dëshminë e autorit, i cili tregoi se çfarë e shtyu atë në krimin makabër. Ai tregon se raporti i tyre po shkonte drejt fundit, gjë të cilën Sampson nuk e pranonte dot. Isha gati që të luftoja që Ilaria të kthehej si e dashura ime, tha si fillim autori. Gjatë marrjes në pyetje, Sampson tregoi se si lindi raporti i tyre. Ne jemi takuar në vitin 2023 dhe më 30 prill të atij viti konfirmuam lidhjen tonë. Ne kishim një marrëdhënie normale, si çdo çift me ulje ngritjet tona. Situata ndryshoi kur Ilaria më kërkoi të shihte notat e provimit të universitetit. Rreth 2-3 muaj më parë, ky ka qenë gjithmonë një problem i madh për mua, një traumë që më ka ndjekur që nga shkolla fillore. Gjithmonë kam pasur ankth për sa i përket performancës time përpara prindërve. Ilaria më dha ultimatum se nëse nuk ja tregoja, atëherë do më linte, thuhej në dëshminë e Sampson. Në fund të janarit të këtij viti ata vendosën që të bënin një pushim në lidhjen e tyre, gjë që në fakt nuk ndodhi, pasi ata vazhdonin të takoheshin. Ai më pas tregoi se nuk e pranonte dot ndarjen dhe pse të gjithë miqtë e tij i kishin thënë që të hiqte dorë. Më pas ata vazhduan të takoheshin edhe për 10 ditë të tjera, edhe pse ajo dukej më e ftohtë dhe më e shkëputur dhe donte të dilte me miqtë e saj dhe vetëm. Situata mbetet e paqëndrueshme, ku Ilaria sipas djalit herë e trajton me përzemërsi si të dashur dhe herë tregon ftohtësi ndaj tij.